24 nëntor 2025, ndryshimi më i madh energjik që ke pritur gjithë jetën, 7 surprizat që do të godasin. 24 nëntor jeta jote ndryshon përgjithmonë, hap këto 7 dyert. Merre një frym të thellë. Po, ti je këtu për një arsye. Nuk është rastësi që po e dëgjon këtë video pikërisht tani. Natën e 24 nëntorit 2025 do të ndodhë një nga ndryshimet më të forta energjike të dekadës. Universi po hap një portal të madh drite për ty. Dhe ti je gati. Nëse ndjen një dritërim tani për tani është shenja jote. Le të fillojmë. Pika 1. Ndryshimi i energjisë dhe momentumit. Imagjino këtë. Ke vite që pret. Ke punuar në heshtje. Ke mbajtur vizionin tënd të madh brenda zemrës. Disa ditë je ndier i humbur, disa ditë ke menduar, a do të ndodhë ndonjëherë? Por tani ndjen një ndryshim në ajër. Nesër natën, energjia kozmike ndryshon frekuencën. Është si të kalosh nga një rrugë me bllokime trafiku në një autostradë boshe në mes të natës. Pa pritmas gjithçka rrjedh. Pjesët e enigmës që dukeshin të shpërndara bashkohen vetë. Një email që prisje me muaj vjen. Një telefonat që ndryshon gjithçka bie. Një ide geniale të vjen në dush dhe ti e di, ja, ky është momenti. Kjo nuk është rastësi. Është momentum kozmik. Dhe ti je në qendër të tij. Pika 2. Zgjimi i mundësive, surpriza nr. 1. Merr një frym të thellë dhe dëgjo me gjithë qenien tënde, sepse kjo është pika që do të ndryshojë absolutisht çdo gjë për ty. Nga ora 00:00 e datës 24 nëntor e deri në agimin e 25 nëntorit, do të hapet një korridor mundësish që ndodh vetëm një herë në disa vite. Është si një val energjie kozmike që kalon përmes tokës dhe prek vetëm ata që janë gati vibracionalisht dhe ti je një prej tyre. Ja çfarë do të ndodhë konkretisht? Dyert që ishin të mbyllura me 7 qelësa, hapen vetë. Ke aplikuar për punë dhe s'të është kthyer kur përgjigje? Nesër mund të vijë një email ose telefonat nga një vend ku as nuk e mbante mend që ke aplikuar. Ke dashur të bësh një kurs, një udhëtim, një investim, por gjithmonë nuk ishte momenti. Nesër do të vijë oferta me çmim që se ke imagjinuar kur, ose dikush do të thotë, e kam një vend falas për ty. Njerëz kyç do të gjejnë të, jo ti ata. Nuk do të duhet të rrëshitesh më në mesazhe private, nuk do të duhet të krijosh lidhje, njohje dhe kontakte me forcë. Njerëzit që janë pjesë e destinacionit tënd të madh do të shkruajnë, do të ndalojnë në rrugë, do të telefonojnë pa arsye të dukshme dhe brenda 2-3 minutash bisedë do të kuptoni që jeni takuar për një arsye të madhe. Shumë prej jush do të marrin mesazhe të tipit: Përshëndetje, më erdhi emri yt në mendje papritur, çfarë po bën këto kohë? Ky mesazh mund të jetë bileta jote për lirinë financiare, për dashurinë e jetës ose për projektin që do të bëjë të famshëm. Ide geniale do të shkarkohen brenda sekondash. Do të zgjohesh natën ose do të jesh në dush dhe papritur do të vijë ideja që të ndryshon biznesin, librin, kanalin, karrierën. Shumë krijues do të thonë, e shkrova albumin, kartën, librin për 3 ditë, nuk e di nga më erdhi. Është energjia e 24 nëntorit që po të lidh drejt për drejt me burimin krijues të universit. Para dhe burime materiale do të vinë nga drejtime krejtësisht të papritura, një borxh i vjetër që e kishe harruar kthehet. Një trashëgimi, një dhuratë, një rimbursim tatimor, një fitim i vogël lotarie. Një klient paguan më shumë se ç'duaj, ose dikush të thotë të falenderoj për atë që më dhe vite më parë, ja ca para. Shumë do të marrin shuma që mbulojnë pikërisht atë që kanë nevojë për të nisur kapitullin e ri. Dashuri dhe lidhje shpirtërore që dukeshin të pamundura. Shumë do të ribashkohen me shpirtin binjak që i kishin humbur kontaktin me vite. Të tjerë do të takojnë personin e ri në vendin më banal, market, autobus, palestër dhe brenda javës do të thonë, ky është personi që kam pritur gjithë jetën. Edhe nëse je në një lidhje aktuale, ajo lidhje do të shkojë në nivel krejtësisht të ri, do të ndihet si ribashkim shpirtëror. Trupi yt fizik do të japë sinjale të forta. Shumë do të ndjejnë një ngrohtësi në zemër, dritërima në kuriz, ose një ndjesi sikur mori frym lirshëm pas 10 vitesh. Është shpirti yt që po thotë, më në fund. Erdha në shtëpi. Këshilla praktike për 24 nëntorin dhe sidomos natën, mbaj telefonin të hapur dhe baterin plot, sepse do të kontaktojnë. Thuaj po çdo ftesë, edhe nëse duket e parëndësishme. Shkruaj në një fletore, unë jam i hapur për çdo mundësi që universi më dërgon tani. Dhe pastaj lëre të shkoj. Mos u mundu të kuptosh si. Vetëm beso. Sepse nga nesër mundësit nuk do të trokasin më. Ato do të hynë direkt brenda, me derën hapur dhe me dritën ndezur, ti je magneti. Ti je i zgjedhuri. Dhe zgjimi yt i madh i mundësive fillon.
Tani, merë frymë thellë ndjeje valen që po kalon në për ty po, pikërisht tani, qajnë dhe të komentojnë, mua më ndodhi pikërisht kështu. Pika 3, koha e dur, surpriza nr. 2. Surpriza e dytë quhet, koha perfekte. Ke pasur momente kur ke thënë, po ta kisha bërë atë 3 muaj më parë. Tani haroje. Nga 24 nëntori, çdo veprim që bën është në kohën e përsosur hyjnore. Do të ndihesh sikur je në sinkron total me universin. Do të shkosh në një dyqan dhe do të gjesh pikërisht atë që të duaj. Do të postosh diçka online dhe do të shpërthej brenda natës. Do të thuash po një ftesë të thjesht dhe ajo do të të çojë në vendin ku ke dashur të jesh gjithë jetën. Nuk ka më shumë vonë. Ka vetëm pikërisht tani. Ndjeje këtë fjalë tani. Thuaje me zë, unë jam në kohën time perfekte. Po. Ndjeje energjinë që po kalon nëpër trupin tënd. Pika 4, faza e mrekullive, surpriza nr. 3. Surpriza e tretë është më e fuqishmja, faza e mrekullive të shpejta. Në këtë periudhë, manifestimet ndodhin me shpejtësi maramendëse. Ajo që më parë të merrte një vit tani ndodh brenda javësh. Ajo që të merrte muaj ndodh brenda ditësh. Dëshirat që i ke shkruar në ditar fillojnë të materializohen para syve të tu. Shumë njerëz do të raportojnë, nuk e kuptoj si ndodhi kaq shpejt. Sepse energjia e 24 nëntorit hap një korridor mrekullish. Këshilla ime, shkruaj tani 3 gjërat që dëshiron më shumë. Mos i lexo më pas. Haroj. Universi do t'i sjell pa e kuptuar ti se si. Pika 5, lidhjet njerëzore, surpriza nr. 4. Surpriza e 4, lidhjet që ndryshojnë gjithçka. Një bisedë 5 minutëshe në rrugë bëhet bashkëpunimi yt i ardhshëm milionësh. Një mesazh i thjeshtë që i dërgon dikujt kthehet me një ofertë që se prisje kurrë. Njerëz të rinj hyjnë në jetën tënde sikur i ke njohur gjithë jetën. Disa do të ribashkohen me shokë të vjetër të fëmijërisë. Disa do të takojnë mentorin që u ndryshon karrierën. Disa do të gjejnë dashurinë e jetës në vendin më të papritur. Bisedat e vogla nuk do të jenë më të vogla. Çdo përshëndetje nesër ka potencial të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Pika 6, qartësia e madhe, surpriza nr. 5. Surpriza e 5, qartësia kristal. Pa pritmas do të kuptosh pse kalove çdo gjë që kalove. Do të shohësh foton e madhe. Do të kuptosh pse disa dyer u mbyllën sepse po të hapeshin ato të vërtetat. Rutinat e thjeshta, të pish kafe, të ecësh, të flesh, do të të japin mesazhe të forta shpirtërore. Do të ndihesh sikur ke hequr një perde nga sy. Disa do të marrin vendime të mëdha brenda natës, lë punën toksike, nis biznesin, i thotë të dua personit të duhur. Qartësia po vjen dhe me të vjen guximi. Pika 7, njoja dhe shpërblimi, surpriza nr. 6. Surpriza e 6, njoja që ke pritur gjithë jetën. Të gjitha netët që ke qarë në heshtje. Të gjitha po vazhdoj që i ke thënë vetes kur askush nuk të shite. Tani shpërblehen. Njerëzit do të fillojnë të shohin me sy të rinj. Shefi do të jap ngritje pa e kërkuar ti. Familja do të thotë je krenaria jon. Bota do të jap standing ovation energji. Ti ke qenë hero në hije. Tani je heroj në dritë. Pika 8, mbyllja e ciklit të vjetër, surpriza nr. 7. Dhe surpriza e 7 më e bukura, mbyllja e ciklit. 24 nëntori 2025 shënon fundin zyrtar të një kapitulli 9-12 vjeçar për shumë prej jush. Çdo karmë e vjetër pastrohet. Çdo borxh shpirtëror paguhet. Çdo kontratë shpirtërore e dhimbshme përfundon. Ti je i lirë. I lirë të fillosh kapitullin e ri me zemër të pastër dhe energji të plotë. Ndjeje këtë liri tani. Fryma thellë dhe lësho gjithçka që të ka mbajtur peng. Përfundimi. Sot natën e 24 nëntorit. Universi të jep dritën jeshile më të madhe të jetës sate. I vëmendshëm. I hapur. I gati të thuash po. Sepse gjithçka që ke ndëruar po vjen më shpejt se që e pret mendja jote. Ti je i dashur. Ti je i mbështetur. Ti je gati. Faleminderit që je këtu. Pëlqeje dhe shpërndaje këtë video me dikë që duhet ta dëgjojë. Dhe shihemi në anën tjetër të mrekullisë.